Por kjo pikpamje kundërshtohet nga pikpamja tjetër ksenocentrike, ku themi që njerëzit ma shumë parapëlqejnë kulturat e tjera, kombet e tjera, gjuhët e tjera, se sa kulturën e të cilën ata jetojnë. A ma është mande edhe relativizmi kulturor, që ti mund të shpëtosh një kulturë tjetër pa e marrë domosdoshmërisht. Ata që ka vlen për mu, jo domosdoshmërisht mundet me vlejt edhe për ty. Po është edhe universalizmin kulturor, që pavarësisht vendin në cilën jetojmë në Kosovë, jetojmë në Australi, jetojmë në Amerikë, ekzistojnë disa vlera universale. E mira është e mirë, është normë. Normë shoqërore është respekti. Po, dëgjo, respekti ekziston, ushqimi ekziston, ceremonia e vorrimit ekziston. Do me thonë, janë disa vlera universale të cilat ndodhin në për të gjitha vendit. Pavarësisht asaj që nuk pajtohemi me disa gjëra. Çfarë për shembull nuk është mirë me ndryshu Loreke sipas teje? Po, zonja moderatore, për shembull e respekti që bëhet ndaj të moshuarve është mirë të mos ndryshohet. Po këtë po e themi edhe ne, po çka tjetër se disa gjëra që ti përmendë më herët nuk u pajtova me ty tek ngritja në këmbë, disa gjëra tjera për uda që nuk është institucion. Ka qenë një institucion përjashtues? Është përjashtues. Në një institucion që nuk do më thonë gratë përbëjnë celulën e shoqënisë, përbëjnë shumicën një pjesë madhe shoqënisë. Një institucion që e përjashton një pjesë madhe shoqënisë është përjashtues. Që çfarë emri? Ti fillojnë a mjafton institucioneve dhe fenomene emra që kanë. Po tash me banalizu krejt debatin, Kanaxhexhi është është Kanaxhexhi është përjashtues. Kanaxhexhi është pjesë edhe ato. Nuk është traditë e jona, Kanaxhexhi. Pse e bojnë, pse e bojnë? Masi s'është e jona, pse e bojnë? A të pësaj shoqe që ka plan me bo Kanaxhexhi. A di pse bëhet Kanaxhexhi? Bëhet për dy motive. Në një bëhet se do të mu reklamu teshat, që janë blerë të... Bëhet për tesha këmbëtare. Kanaxhexhi bëhet modern, brendi to be. Pra, bachelor to be. Pjetra, Kanaxhexhi nuk është traditë e jona. Kanaxhexhi është traditë e importume. Nuk mund ta me qujtë... Me burri nuk është diçka shqiptare në krahasim me Oda. Apo flasim për... Oda është institucion tipik shqiptar. Po dhe, po s'është përjashtues. Unë mendoj që... Për mendimin tim. A e kon me na jot? Nëse nuk gaboj një herë krejt kam qenë. Një herë krejt kam qenë, nëse nuk gaboj. E qysh kanë trajtu, sigurisht ka qenë ma i diu. Kur vendin ashtu du më kanë trajtu. Se une nuk kam ambicja se nuk kam këtyr që shtojmë ne, me dollë mullë para babës tam. Jo, mullë para babës tam. Atë ka ardhë ani me folë korë. Nuk u ko vendi që une me folë, apo këta? Sosh me domosdoshmëri me folë? Po jo, a më fakti të më thonë që ty të më hote drejta me folë, sikur në Jo, nuk më hote drejta me folë, për ti e din vetë vendin tënë ku e ki. Kur dënë ti me folë, ti mund është me... A ka mundësi bre dikush me marrë me një otë që më kom qatë me shkë? E pse du të mi thonë fëmijut shujbre se s'din me folë, pse du të mi thonë fëmijut shujbre se s'din me folë? Po kjo ndodhë edhe në salon, ndodhë mdejes ku jetu nejtë, nuk ndodhë